shkojmë tani tek Albana, sepse edhe këtë veshje nëse ju e shihni kaq të bukur, ma ka bërë dhurat Albana, që të përshtatem edhe unë me stilin e saj bavarez dhe unë të falenderoj shumë. Mirë se të gjeta. A gëzosh. Ja, hajdin që këtu me mua tani të dalim pak, bëjmë qik Meci. Meci. Tani ti që ke një stil të veçantë, bavarez, nga të gjitha shefet, jo vetëm këtu në Shqipëri, në Ballkan, në rajon dhe më gjërë, je me stilin më të veçantë të veshjes si një shefe kuzhine televizive, dhe të përgëzoj, dhe përveç se 100 përparseve, apo janë shtuar më shumë? Janë shtuar. 100 ca përparseve, që do më thonë për kushtimi dhe dashuria për profesionin kalon edhe tek pjesa e të dukurës bukur, dhe po ashtu, ky stili bavarez, që ti të përfaqëson dhe ke krijuar atë stereotipin tënd në ekran, që shkon dhe është unik, po çpate që ma injektove dhe mua, se po më pëlqeka dhe mua. Sepse më pëlqen. Sepse unë jam një... Si u dukemi? Unë jam e mbushur, jam gjyshe, kurse vajza është Liza në botën e çuditërave, që vë vetë të mrekulli. Do vendosja edhe një nga ato shamite bukura, edhe një përparse. Shkojmë na bëjmë një punë, se këtu na mbulon bana për pjesët e bukura. Kjo veshja për shkakun kishte edhe ato përparsen, po i thash tani ta bëjmë çik më televiziv, se unë s'do gatuaj për shkakun, se kam ndonjë punë, ose nëse më ke caktuar ndonjë punë sot shkoj e marr përparsen, po erë tjetër, mirë, erë tjetër. Gjyshja ime dikur thoshte, njerëzit janë të gjithë të bukur, po kur je i bukur në shtëpi del akoma dhe më e bukur. Edhe unë them, gocë, ty dhe i thes me patatet, një thesh patatesh ta veshësh, ti do ta nxjerrësh bukur sepse ke një trup të bukur. Kaq, ke një trup të bukur. Është familja. Edhe e marr. Çfarë kemi këtu? Cornflakesa. Gatuan, do t'i gatuash, do t'i mbushësh, do bësh një tortilla sot. Do bëj tortilla sot. Vendos direkt tortilla për ne të gjithë, për gjithë të rinjt që kemi në staf. Me çfarë shije duhen? Fileton e pulës. I ke pyetur ti pjesën tonë të staf? Po paka shumë, unë kam marrë atë baziken. Paka shumë. Gjë që e di që pëlqehet tek të gjithë. Shumë kanë çik mustard, çik majonezë. Pulën. Sepse me fileto pule shkon. Aty kam marrë një pako, normalisht mund t'i bëjmë edhe me dorë, po kalojmë çik edhe e largojmë pak edhe tradicionalen. Baza tradicionale është prap. Po. Kam. Ti tregojmë mirë çfarë na duhet. Mishin e pulës që unë direkt e vendos. Mishin e pulës nga filetoja, gjoksi pulës e për kështu në kubik të vegjël. Dhe për pjesën tjetër të tortillave, se çfarë ju duhet juve për ta përgatitur në shtëpi, fare thjesht, edhe me shumë shije në fund fare, do ta lexoj tani recetën direkt në ekran që të vazhdojmë punën më pas me përgatitjet me hapat e mëparshëm. Tortilla pite të mbushura. 4 pet tortilla, 2 gjokse pule, 2 lugë majonezë ose salcë sposi, 1 lugë mustard. Pra, edhe majonezën edhe mustardën do ta përzini për dhënë atë shijen karakteristike, 1 spec i kuq i vogël, 2 vezë, djath kaçkavall i grirë, cornflakes të thërmuara, krip, piper dhe erza sipas dëshirës. Kemi marrë nga këto petët ose tortillat, që kemi çfarë përgatitëm mirë, bëm ato pitet e mbushura? Po, pitet e mbushura. Atë variant të petëve, që janë të përthyeshme, të buta, në këtë formë, se mora me gjithë qesen, që janë të palosshme dhe që mund të mbushen edhe të jenë praktike për të përgatitur receta të ndryshme për mbushje. Që mund të bëhen edhe në shtëpi. Po patjetër. Mund të merren ato petët e byrekut që i bëjmë një prerje. A bëjmë krepat në këtë formë. A bëjmë krepat që bëjmë mbushje me djathë. E njëjta gjë është. E njëjta gjë, por me që un kam brum, nuk doja të punoja 2 herë brum sot. Se dilte sikur ishte e njëjta gjë. Pra, mishin e pulës, ndrojmë talierën, ndrojmë thikën patjetër. Presim në kubik specin, speci duhet jetë mishtor, vendosa spec kuq. Jo vetëm për vlerat e specit, por edhe i shkon më tepër speci i kuq, mishit pulës. Do të marr
cornflakesin në mëngjes që ne kemi. Dhe unë përdor gjithmonë më të thjeshtin përdor. Po. Pa përzierje të shumta. Po. Më duhet atë, më duhet atë. Do t'i grim, do t'i shtypim. Do edhe pak. Gjëqa. Duke qenë se janë në këtë bazën e millit të mistrit, janë të thekura, që përdoren për mëngjes apo në përzierje të tjera gatimesh. Këtu marr vezët. Moran. Me këto përmasa ose gramatura që ne kemi, të shohim se sa tortilla mund të mbushim dhe ju pastaj i përgatisni dhe i shtoni përbërësit sipas numrit të tortillave apo piteve që do të mbushni për familjen tuaj. Gjithmonë këtu bëhen gatime, si thuash, në porcione më të vogla. Se kur thua ti, njeri bën disa edhe... Ja. I lëm vezët në një. Largoj. Nuk më duhet që t'jenë edhe fare të tekuara, por normalisht duhet t'jenë të bëra. Do të shtoj masën e kripës. Pakos piper. Largoj çfarë mua nuk më duhen. Mi jep mua t'i largoj nga lavamani, mos të pengojnë aty. Derisa të zbardhet, skuqet mishi. Shtoj. Masën e salsave, që është mustarda dhe majoneza. Kam majdanozin e freskët. Lëre të këtu, ja. Të thatin, në? Të freskëtin e mbledhin të thatin, të thatin. Do njëherë bimët apo erzat, kur janë në gjendje të thatë, lëshojnë më shumë aromë, kanë më të përshëndruar disa element të caktuar. Nuk po flasë për rastin specifik të majdanozit, po për shumë energjiku e kaktëve ti. Po, sa energjiku duhet, shumica duhet të shtohet i thatë dhe më pak i freskët. Duhet të thekërohet mishi apo duhet jeti butë? Jo, nuk do thekërohet. Nuk do thekërohet, do kaloj më pas e gjithë kjo masë që ne do vendosim në tigan. Shtoj. Si kurse dhe ne po të duam, edhe pse mos të duam faktikisht, në këtë lutem ma mandes furën, se ta kaloj në tigan, duke qenë se e shmang tiganin. Disa i vendos në furë, disa i vendos në tigan. Po e vendos në 200 gradë Celsius. Ke aty edhe një tavë të zezë të lutem, ku janë zhvëndi tavëve, edhe mos u shqetësoj pjesa e lëngut fare. Shumë. Ja, e vendosim këtu një letër. Pjekje, e keti këtu. Aty do ka urdisim tek mishit edhe pjesa tjetër. Atëherë,
që unë të jem pak më e shpejt. Që nuk ka kjo recetë, kemi pecën e kuq, që unë të jem pak më e shpejt. Dhe këtë salcën. Dhe përse jo mos jem e shpejt, marrë një lugë. Bëjmë atë masën që ne duam fillimisht. Lëngun më duhet ky lëngu. Asgjë, unë nuk shkoj dëm. Asgjë nuk shkoj dëm. Pjesën e salcës. Të pite të mbushura, të shishme, të thjeshta, të shpejta, edhe sigurisht që na plotësojnë një moment të bukur se e hoqëm kështu shpejt e shpejt, se u ka urdisën ashtu siç duhet tani. Pra nuk duhet të fekrohen, po ja, shiko, ja, ngjyra. Ja, ngjyra. Çdo gatim do kohën e vetë, dhe ne i lam atë moment që duhet. Normalisht, zgjidhni produkte cilësore që të keni dhe tani një pastrim shumë të mirë, parë me limon, tani një tharje të mirë me letër dhe jemi aty ku duhet. Ne heqim dhe telefonin, i mbuluam që të mos thahen nga temperaturat këtu dhe dritat. Vendos dhe një palë. Pra, këtu kemi përzier mustardën, majonezën dhe majdanozin e thatë. Nëse keni të njomë, shumë mirë është edhe i njomi. Nëse nuk e keni, i thati. Cornflakesat, kemi djathin dhe 2 vezë. Tani të shohim se si këto element do të bashkohen në një shije të vetme për tortillat. Ju mund t'i bëni me salcë kosi, mund t'i bëni me ketchup, mund t'i bëni kombinime kos, majonez, hudhër. Merrni formulën edhe hapni një biznes, tortilla të mbushur, të larmishme me shije. Provojeni një herë fillimisht me familjarët, me komshit, me pallatin dhe pastaj pse jo muj, nuk e them me shaka. Jo, nuk është shaka. Ti biznes i mirë tani në këtë periudhë. Me këto tortillat, pase ka mënyra të ndryshme mbushje, po baza po me spinaq, djath, bish të grirë, çfarë të doni ju? Ja të frymëzojmë ndonjë prej të biznesi sot. Ja. I palosim, pra, një himbështjellje, e tregojmë dhe më afër tjetrën, se ne e vendosim direkt në... Një sekundë, bëj 2, edhe, dhe kemi... Fillimisht me salcën edhe njerë mustard, majonez, majdanoz, djathi i but. Për shumë, kur hapet një biznes në fillim fare... Na të frymëzova në qikë për biznesin, vendosën produktet e shumëta, me bolli, cilësore. Kështu do shkoj prapun, kur shkoj njërë në dytë. Në dyta për shumë, fillova të jetë më pak saç, më pak klientelën. Po, se të duhem për 1000 llogaritë. Gjithmonë, një nga pikat, kur ne kemi mësuar edhe në shkollë, pa ata që kanë mbaruar për menaxhim biznesi, po edhe ne që kemi mbaruar gazetari për shembull, ku kemi bërë lënë të tilla specifike, një nga pikat që duhet marrë parasysh kur ne çelim një bisedë është të marrësh parasysh edhe që mund të falimentosh. Jo gjithmonë të dalësh me fitim që në fillim, ka vizion biznesi. Pastaj, po, të tregojmë pak të hapin tjetër? Ja. Pasi kemi mbështjell, e lyem me vezë, prit se duhet të afrojmë pak, sa të tregojmë pak se Ola është në çdo shije, favola, Ola, gjithandej. Ja. Ashtu. Detaj tjetër është pasi kemi mbështjell pitet, i kemi mbushur, i kemi mbështjell, i kalojmë në vezë, 2 vezë të raura, më pas tek masa si bëhet mirë. E cornflakesave. Vazhdojmë me tjetrën. Sepse i kam shuar që largu në thusë, sikur jam edhe një 2 metroshe, sikur i kam të të gjata, prit. Gjithmonë në shtirësojnë shumë punët, po leta. Ja. Vendosim pjesën tjetër. Ne fillojmë dhe me të tjerat. Që çfarë pamje morën tani? A thu se çfarë kishim përpara dhe çfarë bëm tani? Do të piqen dhe do të shijohen nga ne. Po të doni, unë kam shuar erza këtu, po të doni mund të shtoni dhe erzat e konfleksi. Por lëreni si që është në shijen e saj, në shijen e duhur, se është më mirë.
Kam përshtypjen se herët do t'ja zbejnë edhe ato shijen e majonezës edhe të mustardës. Erzat janë brënda. Mbas, një mvrejtje që na kanë bërë në biznes, ishte pak më tepër dhe fillon, sepse fillojnë telefonat, ato dëgjo, ishte kështu, nuk ishte e mbushur, funa nuk ishte me salcë, ishte e thatë. Dhe fillojnë dhe rregullojmë. Unë që qëndroj këtu mbi kokë si... që i kemi bërë, ja. Si specialisti nga kryuja. Pra, salca djathi. Sepse djathi është që jep shijen. Pra shumë thjesht, edhe mbushja. Filloj të më marri uria. Janë djelëse. Ja, do të mbush pak më tepër, sepse thamë, vërejtja, mbledhin. Tu. Si që bënim dikur kalamajt e vegjël që i mështillim të leran të kopanecja. E njëta gjë është. Tu. E mbledh. Opa. Si që veprojmë me bëj një krasim si kemi mështjellë, si me japrakët për shembull. Ajo teknikë është, pavarësisht se është tjetër gatim. Te veza dhe pastaj lyrja me vezë bën që të ngjiten cornflakesat dhe të qëndrojnë, plus që lyrja bëhet edhe për faktin që të qëndrojnë të puhthitura petët edhe të ngjitura me njëra tjetrën që të mos hapen, pavarësisht se t'i vendosim nga ana e poshtë me pjesën e palosjes që të qëndrojë ashtu. Pjekja më pas do ta mbledhi më mirë edhe do ta bëj që të mos shkëputet dhe ja tek i kemi. Kam edhe një. Po, të fundit sa ta vendosim këtu, kemi këtë salcën, kjo i fundit o qesh o qanë, do të qesh i mirë se ka më shumë salcë. Dhe si gjithmonë, edhe e para dhe e fundit të sheshtë. Jo të gjitha ishin mjaftueshëm për bazën edhe për mbushje. Pra, kemi dy mënyra ose dy variante për t'i pjekur apo skuqur, një në furr, ne vendosëm t'i pjekim, mos na marri kohë tek soba, ose pastaj mund t'i skuqni nga dy anët. Tortilla janë të gatshme, një ngrohje duan dhe ato konsumohen siç janë, por për t'i dhënë atë shijen edhe cornflakesave, pak vezës, edhe pamjen e bukur, mendojmë që te pjekura do të marrin më shumë pamje të mirë, të bukur edhe të këndshme në shije. Pra, mos harrojmë t'i vendosim të gjitha produktet, pastaj për pjesën e mbushjes, jo, u lëm në dorë edhe avisave, ne u sollëm një sugjerim. Baza me mustardë dhe me majonez, patjetër është që është e pandryshueshme, them unë, se do të marri, na duhet të jetë ajo shije. Se fillon dhe masa e vezës, që limitohet. Edhe kjo këtu. Dhe përfunduan, kjo është receta jonë e parë, për një familje prej 5 anëtarësh, ose nëse do të konsumoni nga 2, dhe të llogarisni dhe pjesën tjetër të pakos me këto pite apo tortilla. Shohim dhe një recetën të shkruar se çfarë përmban tortilla të mbushura apo pite të tilla të mbushura, të cilat kanë brenda mishpule, 2 gjokse pule, 2 lug majdanoz, ose salcë majonez ose salcë kosi, majdanoz të thatë apo të njomë, ne përdorëm të thatë në këtë recetë, sepse njomi do të kaloj dhe proces termik dhe nuk na pëlqen që ta gatuajmë. Mustarda, speci kuq i vogël i prerë në kubik, 2 vezë, djathë kaçkavall i grirë dhe cornflakes të thërmuara, krip piper erza sipas dëshirës, sikundër thash që është një prej tyre edhe majdanozi. Kjo ishte receta jonë. Ne nuk ndalemi këtu, jo. Çfarë do bëjmë tjetër? Te ke njëjta recetë? Do t'i vendos në furr. Okej, po i vendos të piqe.
Ari, mos të gënjem, po. Rinia, i dojë qik të kenë më shije. Mos të themi gjëra kosjës që ndrojnë. Qëfar do në tregosh tani? Dje, a nuk patëm, nuk në teproj mbushje? Po, mbushja. E kungujve, po, mbushja e kungujve, që thamë në teproj, do të përgatisim të nesërmen që është dita e sotme. Të lutem shumë, në det kam lënë kripën. Po, zhyte. Një notë edhe direkt. E lumt. Pra mbushja dhe njerë kishte, si që thamë, orizin e zier, bim aromatike, domate, mish të grirë, hudhra, ja si që shihni këtu. Edhe bimët aromatike, këtë mbushje të cilën e përdorëm dje për të mbushur kungujt e njom, dhe që doli një recet fantastike, kungujt e njom në salcë të bardhë, në ta përdorim tani dhe për mbushjen e këtyre tortijave. Nuk shtoja zgjë tjetër. Një këtu, edhe një këtu. Opa. Pak. Buçko. Ansoret. Një mbështjellë dhe këto do t'i skuqim tani. Po. Direkt. Këtu. O, pëse puna ja prakut. Ansoren edhe e marrë më pranë vetes. Normalisht, ja, opa, shikon, futet veza direkt edhe në pjesët më në thojza intime, në thonjza, në brëndësin, sepse nuk e hapim dot. Ja, opa, ja, një t'il. Dhe lëm të skuqet nga të dy anët. Vendosim edhe tjetrën. Tjetrën. Dhe mendoj se deri diku e kemi realizuar punën me tortijat, vetëm pjekja na mungon që t'i sjellim të përfunduara dhe të degustojmë pastaj më vonë. Pas reklamave, ne do të rikthehemi përsëri për të vazhduar me recetën e dytë. Mund ta zbulojmë se çfarë kemi në pjesën tjetër? Në recetën e dytë ne kemi, le të kalojmë te supa më mirë. Okej, bëjmë supën, kemi dhe një recetë të tretë, kështu që pas publicitetit marrim pak kohë për të sistemuar vendin e ju presim të rikthehemi. Ja do si pak edhe limoni është balancuesi më i mirë, sikurse që ndronte xhinxheri në bim. Ja. Shumë mirë. Të bëra gati. Me atë mbushjen e shishme, vjen një aromë fantastike këtu. Se i pozicionova pak ndryshe. Pjesa tjetër e të skuqurave, pra tortijat e skuqura me mbushjen tjetër dhe tortijat që përgatitëm të parat për pjekje. Këto kanë më shumë volum të pjekurat. Një nga diferencat që shoh, pjesa tjetër e të skuqurave janë më... Ndoshta dhe pjesa e mbushjes ndikon. Gjithsesi, një sugjerim për gjitha familjet dhe zonjat që gatuajnë me ne.